Durana fizikisht nuk ekziston, është virtuale. Është një godinj që ekziston vetëm në ëndra dhe në dëshirat e qeverisë. Durana nuk ka asnjë tull, nuk ka as hartë, po ke kjo lista këtu është, nuk ka as laborator, nuk ka as zyra, nuk ekziston as Google Maps. Është ajo që shihni vetëm një livadh bosh. Po çfarë ndodh atje? Korporata e investimeve përdoret si mburoj për t'i ofruar Duranës heqje taksash, për t'i ofruar asaj amnisti fiskale, për t'i çuar bizneset e qeverisë atje ke Durana dhe të përfitojnë edhe tendera, po edhe ulje taksash njëkohësisht, se nuk mjafton vetëm që të marrin tenderat e Akshit. Nuk mjafton vetëm që t'jenë ke torta e pushtetit për ndarjen e të gjithë tenderave teknologjisë informacionit. Duhet patjetër që t'kenë edhe taksat ulta. Janë pikërisht këto parajsat offshore që kanë shkatru buxhetin, kanë prish garrën në treg dhe kanë krijuar atë realitetin paralel që këtu po punohet.